Horoskopi për ditën e martë 14 prill 2026. Dashi. Yjet po rreshtohen në një mënyrë që vetëm ty të ka hije. Mendja jote i dashur dashi do të jetë si një antenë që kap sinjale të së ardhmes. Prit lajme të mëdha, sidomos për lek dhe biznes, që do të vinë andej nga nuk e pret. Diçka që ishte fshehur do të dalë në dritë dhe do të ndezë motorët e trurit tuaj. Intuita jote është e pagabueshme sot. Ndaj ndjesitë e vërteta nga emocionet e momentit. Një kthesë e re po vjen në drejtimin tënd profesional. Familja do të jetë shkëmbi ku do të gjesh forcën për të vullosur suksesin që të takon. Kalojmë tek shenja e dytë, Demi. I dashur Demi, bëu gati se rruga jote po merr një ndryshim. Nëse je me këmbë në tokë, qielli po të dhuron ide gjeniale që vijnë si rrufe. Është dita e sinkroniciteteve. Rastësitë nuk ekzistojnë më për ty. Miqt do të jenë si çelësi mundësive të reja, ndaj mos u mbyll në vetvete. Një ftesë ose lajm surprizë do të bëjë të buzëqeshësh dhe do të heq çdo stres që ke mbledhur. Ke një forcë të madhe për të përkushtuar ndaj ëndrave afatgjata. Shko drejt tyre me besim dhe do të kesh rrënjë të forta. Kalojmë tek shenja e binjakëve. Të dashur binjak, do të shihni atë që të tjerët nuk e imagjinojnë. Marrëdhëniet tua do të marrin një kuptim të ri, sepse do të kuptoni sekretet e fshehura nën rroba. Nëse keni patur hatërmbetje, sot është dita për t'i flakur tej me zgjuarsi. Mendja juaj po zihen nga ide unike që do t'ju sjellin përfitime konkrete dhe shpërblime që i meritoni. Nuk ka pengesë të vogël që ju ndalon, sepse syt i keni tek misioni i madh. Organizimi është arma juaj sekrete sot. Njihni talentet tuaj dhe bota do të jetë nën këmbët tua. Ecni përpara. Gaforja. E dashur Gaforre, horizonti yt po hapet. Nuk do të ndihesh i mbytur nga planet, por mund të fluturosh mbi to. Misi do të jenë plot jetë dhe një bisedë thjesht mund të hap dyert që nuk dije se ekzistonin. Ndihesh sikur je në një mision të shenjtë dhe kjo do të bëjë të jesh mbi çdo tension apo debat të kotë. Puna jote po merr një kuptim të thellë dhe po ndërton diçka që do të zgjasë në kohë. Shijoj këto zbulime të këndshme, sepse çdo lidhje me të tjerët mund të jetë një gur i çmuar për të nesërmen. Vazhdoj me shenjën e Luanit. I dashur Luan, komunikimi yt do të jetë i shkëlqyer. Ke një intuit që do të ndihmojë të zgjidhësh edhe çështjet më të koklavitura të biznesit. Njerëzit do të ndjekin me adhurim dhe do të jenë më tolerantë se kurrë. Planet që do të bësh sot për lekët dhe shëndetin do të jenë fitimprurse. Ndihesh i përkushtuar për të vënë rregull në jetën tënde private. Kjo do të jap një optimizëm që nuk thyet lehtë. Çdo pengesë e vjetër po shkrihet si kripa në ujë dhe ti po bëhesh gati për progres. Virgjëresha. E dashur Virgjëresh, shpirti yt po ndriçon në bashkëpunim. Sot nuk është ditë për të qenë vetëm, por për të bashkuar forcat. Partneritetet tua do të marrin një hoftë të ri dhe bisedat janë aq të hapura sa mund të mrekullojnë. Do të mësosh gjëra të reja dhe do eksperimentosh me ide që të dalin jashtë kornizave të zakonshme. Njerëzit janë në anën tënde, ndaj mos hezito të kërkosh këshilla. Përkushtimi ndaj një kauze apo një personi të veçantë do të bëjë të ndihesh i plotësuar. E ardhmja duket e mirë dhe sot ndoshta mund të hedhësh themelet drejt saj. Vijojmë me Peshoren. E dashur Peshore, ka ardhur një kohë të lirohesh nga çdo barr. Energjitë e ditës do të ndihmojnë të pastrosh çdo tension që të ka mbajtur peng. Do të bësh zbulime të rëndësishme për punën dhe shëndetin tënd që do të ndryshojnë rutinën për mirë. Mendja jote po udhëton në vende të pazakonta dhe kjo do të ndihmojë të injorosh çdo bezdi të vogël të përditshmërisë. Surpriza të bukura po vinë në marrëdhëniet e tua më intime. E dashur Peshore, ti je fokusuar te qëllimet e mëdha dhe kjo është një ndjenjë misioni dhe mund të çojë drejt një fitore që e ke kërkuar. Vazhdoj me Akrepin. I dashur Akrep, marrëdhëniet me njerëz të rëndësishëm do të jenë më të lira, më të sinqerta se asnjëherë.
Do të kesh ide të reja që do të zgjidhin problemet si me magji. Një zhvillim i papritur me një person të veçantë do të ndryshojë planet, por do të jetë një ndryshim i mirëpritur. Ti ke synime të mëdha akrep, kërkon aventura dhe dije të reja, dhe asgjë nuk mund ta ulë shpirtin tënd sot. Balanca mes punës dhe optimizmit do të bëjë të pathyeshëm. Shfrytëzoje këto moment se yjet janë me ty. Shigjetari. I dashur shigjetar, shtëpia jote po mbushet me dritë dhe mendja po kërkon hapësirë. Sot mund të marrësh përgjigje për pyetjet që të kanë munduar dhe kjo do të rrisë vetbesimin. Komunikimi me familjen do të jetë plot kuptim dhe freski. Je gati të ndryshosh zakonet e vjetra dhe të provosh metoda të reja që të lehtësojnë jetën. Çdo bisedë e sinqertë sot do të çojë në një nivel tjetër kuptueshmërie. Do të zbulosh një mjet apo një mënyrë të re që do ta bëjë ditën tënde më interesante. Lëre të vjetër në ardhmja po të therret. Vazhdojmë me brytëcapin. I dashur brytëcap, fjala jote sot ka peshë, dëshira për të komunikuar dhe për të ndarë ide do të bëjë magnet për të tjerët. Do të zbulosh nevojat e fshehura që nuk i dije se i ke dhe do të gjesh zgjidhje më praktike për çdo problem. Lajme të papritura nga dashuria do të ngrohin zemrën. Je i fokusuar te projektet që kanë kuptim për ty dhe kjo do të bëjë jashtëzakonisht të përkushtuar. Progresi që do bësh sot do të jetë i qëndrueshëm dhe i kënaqshëm. Ec kështu, rruga jote do të shtrohet me sukses. Ujori. I dashur ujor, mendimet e tua të lira do të çojnë në vende krijuese që nuk i ke imagjinuar. Do të gjesh mënyra të reja se si të rrishësh sigurinë dhe rahatin tënde financiare. Biseda me njerëz të dashur do të jenë shëruese dhe do të sjellin bashkëpunim. Mund të bësh blerje të mençura apo të zbulosh interesa të reja që do të ndryshojnë stilin e jetës. Vetbesimi yt po rritet dhe vullneti për të punuar drejt qëllimeve tua do të sjellë fitime të mëdha. Shkëlqe se dita është e jotja. Shenja e fundit për sot, peshqit. I dashur peshk, me hënën në shenjën tënde, emocionet dhe planet tua janë në plan të parë. Rrugë të reja po hapen për të shprehur veten dhe do të kesh mundësi të lidhesh me njerëz që ndajnë të njëjtat interesa me ty. Ftesa dhe lidhje të reja nuk do të mungojnë. Fjala jote ka një fuqi magjike, përdore për të tërhequr atë që dëshiron. Do të gjesh balancën perfekte mes punës dhe argëtimit, duke e bërë këtë ditë jashtëzakonisht produktive. Çdo marrëdhënie që krijon sot ka potencial të bëjë diçka e madhe. Ec përpara.